Sot rasti është doktor në shkencave mjekësore, implantologjisë, Armenda Alushi, do të bëj implantet në lotën e sikut. Veçantia e këtyre implanteve do ta thotë doktori. Atëherë sot kemi rezervim kockor për shkak se protezë ka mbajtur pacienti ka mbajtur për kohë gjatë protezën, kështu që rezervimi është i madh dhe ne do bëjmë implante Carpaccio, të kombinuar me implante bifazike, që pacientja direkt mbasi të marrë kirurgjin do jetë me dhëmbë në gojë. Pra, do vendos implantet edhe dhëmbët provizor do të ketë direkt në gojë, duke bërë saldimin e gjithë implanteve që ne do vendosim sot. Okay.